Një tërmet me magnitudë 5.3 të shkallës Richter goditi në orët e para të mëngjesit të së dielës veri perëndimin e Greqisë, duke u ndjerë edhe në disa zona të jugut të Shqipërisë. Lëkundja sismike u regjistruar rreth orës 5:32 sipas kohës lokale dhe shkaktoi shqetësim tek banorët e zonave pranë epiqendrës. Sipas të dhënave të Institutit Gjeodinamik të Universitetit të Athinës, epiqendra e tërmetit ishte në territorin kontinental pranë qytetit të Janinës, ndërsa thellësia e tij u vlerësua rreth 10 kilometra. Lëkundja u ndje edhe në zonën përreth ishullit turistik të Korfuzit, një nga destinacionet më të frekuentuara në detin Jon. Mbas goditjes kryesore, sismologët raportuan edhe disa pasgoditje më të vogla, të cilat u ndjen në zonat përreth. Mediat greke bëjnë të ditur se shumë banor u zgjuan nga lëkundjet dhe dolën përkohësisht jashtë banesave nga frika e një goditje më të fortë. Në disa zona janë raportuar ndërprerje të shkurtra të energjisë elektrike, si edhe rëshqitje të vogla dheu. Një ekspert sismologjie tha se deri në këto momente nuk ka raportime për persona të lënduar apo dëme të konsiderueshme në ndërtesa. Sipas tij, tërmeti konsiderohet i moderuar për shkak të magnitudës dhe thellësisë relativisht të vogël. Lëkundjet e tërmetit u ndjen edhe në jug të Shqipërisë, edhe në qytetin e Vlorës. Shumë banorë të qytetit raportuan se në orët e para të mëngjesit ndjen lëkundje të cilat zjatën në një interval prej disa sekondash. Megjithatë, deri më tani nuk ka raportime për dëme materiale apo incidente, ndërsa situata paraqitet relativisht e qetë.